Paria e Tiranës po mund me thënë që projekti për me ndërtu një Shqipëni etnike është jo vetëm i pasbatueshëm, por është i dëmshëm për to. Sepse ato shohin dalin një shumicë shqiptare muslimane si një problem jetik për ekzistencën e tyre, dhe pranej do të shmangin si Kosovën, si Iliriden, dhe si çdo përpjekje me ndërtu një shtet kombëtar shqiptar me të nëmë kushtet e me të nëmë mënyrat e mundshme. Edhe e treta, Paria e Tiranës ka vendos me atë kompaktësinë e vet, duke ndërtuar ato strukturat e veta që janë bazuar në jugun, Toskrinë, ortodoksin, bektashizmin, edhe në strukturat e kontrollume prej sindikatës ndërkombëtare të krimit që janë përqendruar në Tiranë, me kthy shtetin shqiptar një kamp përqendrimit për ju. Mos keni as dyshimin më të vogël. Në këtë luftë, Paria e Tiranës po mprej dhëmbët e po bëhet gati për përplasjen që po vjen, e cila do të jetë, siç e ka thënë kolegu jemi në Rum Grid Roy, do të jetë si me gen 96-97, edhe më keq, sepse këtë herë nuk keni asnjë instrument me mbrojt vetin prej tyne. Në përpjekjen e tyne me mbrojt interesat e veta, ato do të shkatërrojnë, dënojnë, degenerojnë, edhe zhdukin e përzajnë, do të bëjnë çdo që munden me ju si popull.